Kryeministri Edi Rama shfrytzoi podcastin e përjashëm për sqaruar vendimin e administratës së presidentit amerikan Donald Trump për vizat me Shqipërinë. Rama theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndaluar vizat turistike për qytetarët shqiptar, por kanë marrë një masë të përkohshme ndaj atyre që duan të emigrojnë për të punësuar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk kanë ndaluar vizat për Shqipërinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, administrata aktuale, nën orientimin e qartë prej kohësh të presidentit Trump për politikën e re lidhur me imigracionin, ka vendosur që për 75 vende të botës, ndër cilat edhe disa vende të Ballkanit, ku përfshihet edhe Kosova, të bëjnë një pezullim të përkohshëm për sa i përket lejeve të punës në Shtetet e Bashkuara, jo vizave për në Amerikë. Kryeministri Edi Rama theksoi se vendimi i Shteteve të Bashkuara përfshin 75 vende të botës. Pasi, për këtë kategori vendesh, kanë vënë re fenomenin e marrjes vizës për turizëm, marrjes vizës për biznes dhe pastaj të mos respektimit të afateve, por të qëndrimit atje për të filluar një punë. Dhe kjo është diçka që shkon në linjën krejt normale të politikës së re të presidentit Trump dhe që nuk ka pikën e lidhjes me të gjitha ato që u thanë nga ata që hidhen përpjet. Pak ditë më parë, Ambasada Amerikane në Tiranë sqaroi se nga data 21 janar, Departamenti i Shtetit do të pezullojë lëshimin e të gjitha vizave emigruese për qytetarët e 75 vendeve, përfshi edhe qytetarët shqiptar.